presim që t'jep dënimin e meritum, dënim maksimal. Pra janë 1489 ditë që jam në qëto punë, qëto dëshmi që jem të i dhonë. E vlerësoni të panevojshme edhe rihapjen e gjykimit edhe për një? Shumë e panevojshme. Është marrë në pyetje, 3 herë është marrë Nurie Krasniqi për masakrën që ju kanë bo familjes Krasniqi, Morinc edhe të Shalanëve. Një dëshmitar tjetër që u kanë shumë e sakt, edhe u kanë dëshmitar okulare në vramjen dhe masakrën e familjes Krasniqi që i ka bo. 3 herë është marrë në pyetje. Herën e parë kur ka dëshmu, këta nuk ishin të gatshëm për me bo pyetje, kundërpyetje këta avokate Panderit, dërsa dytën dhe tretën herë u munëshin atje me gjithë spica ato. E sidomos fjala përfundimtare me 21 të mujt, të martën e kalume, krejt, pik, pres, fjalit ngusht, zgjerume që e ka bo mbrojtësi i të Panderit, tanat pa vërteta. Krejt pa vërteta. Mi ka nalë proces verbale që janë majtë prej 8/7/2022 dita sotit, asë njës mi kanë dhanë. Kam dyshim të madh që atje krejt diçka tjetër u shkru, këtu është bo krejt një pyetje tjetër. A u konë halitin shup? Çdo dëshmitarit, a u konë halitin shup? Qysh u shkru atje? A më një të këshyqë ato, dhe masi që e ka lëshua kryetari trupit gjykus, Valon Kurti që është arë kjo kryetarja trupit gjykus, Valbone, Donika Shala Avdyli, kjo ka fillu më në edhon ato procese për çdo sonë që është majtë. Nimi vazhdu ju ballafaqimin këto parasysh? Jemi gatshëm në çdo kohë, në çdo moment që ballafaqona me drejtësinë dhe vetëm drejtën. Një pikë pres, derën, fjalë, që nuk jam i sakt, unë në burgun, s'po di qysh, shka ato. Edhe rihapje e plagëve të luftës. Po qysh është, a i pa të familjet atje. Të familjes edhe Morin, Krasniq, Husaj ku të kokën këtu. Presim që t'jep dënimin e meritum, dënim maksimal. Dënimin maksimal e pres Panderut që t'jep. E kem pritë sëtë, ku jemi? Çka kjo?